Kamzës, edhe në këto 12 vite qas më kanë pas hyt që ato që udhtoj me urban. Pensionistë që zbrisin nga autobusi se nuk kanë me pagujt lek të urbanit. Invalid që nuk ja njohin librezën e invaliditetit. Fëmijë të cilët i zbrisin nga urbani se nuk kanë lek me pagujt urbanin. Grad të cilat po prap janë pa punë dhe të duhet të kishin transport publik, falas nuk paguhet to. Student pa fund të cilët po prap duhet paguhen sa s'bën. Dhe gjitha këto situata kanë qenë nga më skandaloze dhe janë bërë, si me thënë arsye që ne të reagojmë aty për aty në moment. Mirë, po kjo me sa duket ka qenë asë mjaftueshme, sepse para pak ditësh ne në shohim që, ose para një muaji shohim që rritet urbani me 100 lek. Ata që janë politikantë e tenderave 10 milioneve nuk e di se çfarë rëndësie ka për ne 100 lekëshi. Ku ne jemi vonë për punë, ku ne jemi vonë për t'i çu shkollët, fëmijët në shkollë, ku jemi vonë për t'i çu në përkurse e duhet të rrollate miliardë poshtë. Dhe shërbimi është skandaloz. Për këtë arsye, unë më shumë se kur i ftoj të gjithë banorët e Kamzës dhe jo vetëm, se në fakt Kamza nuk është vetëm qyteti i banorëve të Kamzës, po i gjithë qytetarëve të Tiranës, së qarkut të Tiranës, sepse është kthyer në një qendër ekonomike të rëndësishme. Ndaj refuzojmë rritjen e çmimit të urbanit dhe kërkojmë udhtim falas për studentët edhe për pensionistët.